Mirëmbrëma të dashur miq, mirë se erdhët në të hënën e natës vonë. Sot është data 28 prill, unë juftoj të qëndroni me ne për të mësuar më me detaje se çfarë po ndodh në aktualitetin ndërkombëtar. Hëna zakonisht është dita e aktualitetit, por duke qenë se të gjitha zhvillimet këtu në shtëpinë tonë janë analizuar pak a shumë, ne do të shohim çfarë ka ndodhur në arenën ndërkombëtare. Sigurisht që vëmendja shkon në rajonin e trazuar, si që është Ukrajina, Krimeja, Rusia dhe marrëdhëniet që kjo e fundit ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së fundmi ka pasur tensione aty, është vrarë një kryetari një njësie vendore, nuk e di saktësisht i bashkisë apo i komunës, nuk dua që të bëj ndonjë lapsus, por gjithsesi me të ftuarit e mi do të diskutojmë në pjesën e parë pikërisht këtë moment. Ku është sot marrëdhënia ndërkombëtare midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dy superfuqive për momentin? A ka një zgjim të arushës madhe që e kemi bërë si pyetje qysh në fillim të rinisjes së konfliktit edhe të daljes së Rusisë Putinit në skenë? Për këtë do të bisedojmë sot në pjesën e parë, sepse në pjesën e dytë do të vim pak më afër në rajon për të folur për zgjedhjet në Maqedoni. Me Enri Hiden, është ekspert i çështjeve të sigurisë, është pedagog në UES. Mirë se erdhe, Enri. Me zotin Lisien Bashkurti, është diplomat, rektori i Universitetit Ndërkombëtar të Tiranës, presidenti i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Mirë se erdhe, zoti Bashkurti. Mirë se gjete, faleminderit. Dhe Ilir Kalema, i politolog, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, pedagog i Universitetit New Yorkut. Mirë se erdhe. Ilir, jemi pak a shumë të shtëpisë, sa herë ka zhvillime ndërkombëtare, me thënë grupi analistëve të natën vonë mblidhet dhe besoj është e disa ta herë që ju takoheni për çështje të tilla në këtë studio. Zoti Bashkurti, urdhoni. Jemi në prag të luftës tretë botërore? Do me fillu me një komunikim paqësor. I uroj shumë kolegut tim të nderuar. Enri Hide ka bërë një libër të mrekullueshëm, besoj s'ma merrni për marketing, po më takon t'ja uroj. Edhe nëse është marketing libri është, që libri është shumë interesant, po shikoj nga aparati shkencor dhe burimet. Gjithashtu i uroj shumë edhe Ilirit, se shpejt do të kemi nga Universiteti i Oxfordit një botim tjetër nga Iliri. Në Shqipëri po hyn një gjenerat më në fund shkencëtarësh të guximshëm për studime politike, bashkohore dhe ndërkombëtare. Na kanë munguar deri tani? Ka qenë padyshim një vlerë shumë e munguar në shkencat tona, për arsye të sistemit të kaluar që nuk i ka studiuar baza shkencore, po indoktrinare, por edhe për arsye të tranzicionit vështirë. Kjo është gjenerat shumë premtuese në fushën e shkencave tona. Edhe i falenderojmë në fakt që gjejnë kohën gjithmonë të vinë dhe të bisedojnë me publikun ton. Jemi në prag luftës tretë botërore apo jo? Mendoj se jo. Ne jemi mësuar ta shikojmë botën midis luftrave botërore. Sidomos kur flasim për SBA-Rusi. Sot çështjet e sigurisë globale nuk maten më nëse bota është në luftë, global war, por maten me vatrat e krizave, tensione në tërësi. Nëse do shikojmë krizat rajonale, konfliktet lokale, krizat e brendshme, në tërësinë e tyre, bota përballet me një luftë ndërthojza, do thoja, për nga impakti kolateral dhe njerëzor, dëmi është po aq i madh sa çka që luftën e dytë botërore. Si thua, krizat janë shpërndar në rendin e sotëm botëror, po thuaj se tëra rajonet janë përfshirë në një farë mënyre. Europa përballet me krizë financiare serioze, me krizë institucionale, me krizën e thellimit, integrimit, me stabilitetin e saj të brendshëm, me kompeticionin e saj global. Shtetet e Bashkuara të Amerikës u përballen me krizë serioze financiare, kanë probleme të mëdha në curinë e reformave të tyre, po zhvendosin strategjitë nga linja mesme drejt Azio-Pacifikut me vështirësi shumë të mëdha, sepse kanë shumë implikime në rajon. Azia është në një situatë mjaft të komplikuar për arsye të evoluimit të madh të pakontrolluar të Kinës, të zhvillimeve në Korenë e Veriut. Linja mesme vazhdon të jetë vate shumë e tensionuar. Afrika zez gjithashtu, Amerika Latine ka probleme serioze të sistemit të brendshëm, të destabilitetit permanent, të shoqërive dhullshme, violente, të inkriminimeve të mëdha. Po thuaj se në tëra hapësirat gjeopolitike kryesore të botës kemi kriza rajonale, dypalqe, lokale. Në tërësinë e vetë bota është mjaft e trazuar. Me krizat ciklike. Me krizat permanente, që kriza zhvillohen, latente. arrin një kulme më pas shuhen, harrohen, Po nuk prapë. është se mund të harrohen, konsekvencat e krizave janë gjithnjë, shumë afatgjate, por bota zhvendos agenda duke parë prioritetin dhe peshën që krizat kanë në stabilitetin në rendin global. Prandaj neve fokusohemi sot më shumti tek Ukraina, për arsye se në perceptimin e përgjithshëm botëror është si një lloj ringjallje ose një recidiv e luftës ftohtë. Në fakt mund të ketë elemente të tillë, por mendoj se është larg përsëritjes së luftës tonë. Gjithsesi, është një pyetje për të tre. U duk sikur konflikti
në Ukrainë do zgjidhej me ndarjen e Ukrainës, me marrjen e Krimes, po themi, nga Rusia. Ndërkohë që duket që ky konflikt po bëhet edhe më jashpër brenda Ukrainës me forcat pro-ruse, ato pro Shteteve të Bashkuara apo Bashkimit Evropian, dhe nuk më duket që ka një fund. Çfarë po ndodh aktualisht në këtë rajon, mbas ndarjes Krimes, mbas referendumit, atëherë kur gjithë mendonin që situata mori fund? Natyrisht, së pari më lejoni të falenderoj profesorin për komplimentimin dhe natyrisht është nder të jesh në panel me studius, koleg të marrëdhënieve kombëtare. Mendoj që këto tema janë të ndjeshme jo vetëm për shkak të dimensionit tyre ndërkombëtar, pra jo thjesht lokal. Dhe ne sot, ashtu si kundë dhe kolegu Enri e ka quajtur sfidat e mëdha, jetojmë në sfidat e mëdha të shekullit të 21, ku sfidat tilla si terrorizmi, siguria, sfidat tilla si sulmet kibernetike, sfidat tilla si shtetet e dobta, shtetet e dështuara që quhen për shembull në Afrikë apo në Azi, janë sfidat të cilat kanë një dimension sa lokal aq edhe ndërkombëtar. Për të ardhur te çështja e Krimes, mendoj që kjo nuk ishte thjesht një rastësi, nuk ishte Krimea një objektiv strategjik i Rusisë, i akumuluar në një farë mënyre dhe i studiuar si një hap përfundimtar në vetvete, por mendoj që kjo është pjesë e një politike e cila i ka rënjët që në fillimin e marrjes pushtetit nga Putin. Dhe arsyeja pse mendoja, apo pse ka indicje të tilla, është fakti që nëse në fillim të viteve 90, Rusia u ballafaqua me një krizë të trefishtë, siç e ka quajtur Klaus Hofe në një studimet e veta për vendet lindore, kriza e ballafaqimit me demokratizimin, krijimin e ekonomisë së tregut dhe shtetformimit, që natyrisht lidhet me kombëformimin. Rusia ishte në një situatë që humbi atë peshën e vet specifike në një botë bipolare. Rënja e perdes së ekut çnoi njëkohësisht dhe humbjen e dominatës së Rusisë në ish republikat sovjetike, të cilën u përpoq ta rekuperonte disi më vonë me Commonwealthin e vendeve të pavarura, por megjithatë Rusia ka mundur gjatë asaj kohe të mbante pranë vetes Bielorusin, Ukrainën, Gjeorgji, që janë të paktën zona të cilat janë konsideruar strategjikisht shumë të rëndësishme për Rusinë. Po ashtu me kalimin e kohës Rusia arriti të rifitote dominancën mbi Azinë qendrore, duke marrë në një farë mënyre okejin e Kinës për sa i përket kësaj zone e cila është një rëndësie primare për sa i përket qoftë anës gjeostrategjike, qoftë për sa i përket rezerva e resurseve natyrore, por Rusia i Jelcinit ishte shumë e dobët për të arritur për të mbrojtur rusët në vendet balltike, për shembull në Estoni, Lituani dhe Letoni, ku rusët u konsideruan qytetarë të dorës dytë. Mos harrojmë faktin që shumë prej këtyre vendeve rusët dominonin, qoftë politikisht, qoftë sferën kulturore, dominonin dhe numerikisht. 7 qytetet kryesore të Lituanisë banoheshin me një mazhorancë ruse. Vetëm 17% e kryeqytetit të Kazakstanit, Astana, banohej kazak folës, pjesa tjetër ishte rusisht folës. Kjo çonte pyetja tjetër, sepse arsyetimi që përdori Rusia apo justifikimi që përdori Rusia është të mbrojë rusisht folësit. Rusia nuk e ka bërë këtë për gjatë dekadës parë, domethënë fund në vitet 90, por dhe për gjatë viteve të parë pas viteve 2000. Rusia asnjëherë nuk ka ndërhyrë për të mbrojtur popullsinë rusisht folëse në vendet balltike. Nuk ka ndërhyrë të mbrojë popullsinë rusisht folëse as në Gjeorgji, ka ndodhur vetëm së fundmi në 2008, kur patëm një situatë ngjashme me Ukrainën, me pjesën lindore sot, kur trupat ruse provokonin në kufi, ka qenë një nxitimi i presidentit Saakashvili në atë kohë, duke kontekstualizuar dhe krizën që SBA dhe pjesa vendimore më ballafaqoheshin me luftën në Irak dhe Afganistan, pra ishin dy fronte të hapura. Kjo gjë bëri të mundur që Putini të ndërhynte me një operacion Blitz, që bëri të mund të rikuperonte Osetinë e Jugut dhe Abkazinë, që në farë mënyrë kanë qenë autonome për gjatë gjithë kësaj kohe. Ajo që është shumë shqetësues është fakti që Krimea është një domino e radhës. Janë disa domino të tjera, duke përfshirë zonën Transnistrisë në Moldavi, duke përfshirë... Që do të thotë në parashikimin tuaj konflikti do të vazhdojë, po do të përhapet për Po, ka disa skenarë, çfarë do ndodhi me Ukrainën. Domethënë disa prej këtyre skenarëve që dhe analizë ndërkombëtare kanë vënë duke janë që Ukraina do kthehet në një zonë konflikti të ngrirë, vetë Ukraina si Ukrainë, ose një pjesë e Ukrainës, Ukraina lindore, dhe Krimea natyrisht tashmë është bërë fait accompli. Një teori tjetër është që do ndodhi një luftë civile brenda Ukrainës, dhe një luftë civile brenda Ukrainës i intereson indirekt Kremlinit, pasi situata do kërkojë gjithmonë... Destabilizon situatën aty, do të marri protektoratin, do të jetë
shpëtimtari i pra krijon krizën edhe do të hajtë se po e zgjidhun tani. Krijon krizën për ta zgjidhur vetë, për të futur vetë si shpëtimtari. Henry, me që jemi edhe me rastin e promovimit librit, sfidat e mëdha, shoqëria dhe sistemi politik amerikan nga 45 deri në 2008. Ne po të trajtoj pak më shumë se të ftuarit e tjerë si një ekspert edhe për qëndrimin që Amerika po mban në këtë konflikt, duke pak si e surprizuar, në me thënë edhe pa një reagim të shpejt. Her pasere shojmë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës presione, verbale, sanksione, paralajmërime etj, po për momentin duke që po pret çfarë hapi do të hedhë Rusia. Në çfarë pozite është sot Amerika? Ju falemderit juve për ftesën dhe për këto fjalë të mira për librin, sikurse edhe profesorit dhe kolegëve të mi. Ka qenë një përpjekje në fakt disa vjeçare që unë kam dëmarrë në kuadrin e disa lëndëve që jap në universitet leksion, dhe ky libër i dedikohet, kam përshtypjen se është libri i parë për të parë Amerikën nga brenda, politikën e brendshme amerikane. Ka qenë një handicap shumë i madh në Shqipëri për të pasur libra që vërtet flasin për demokracinë e vërtet amerikane e parë nga brenda, se demokracia amerikane nuk është ajo që ka perceptuar shqiptarët, kjo është ideja themelore. Demokracia amerikane është me shumë sfida brenda, është me shumë problematika, është me çështje që vazhdojnë që nga 45 deri më sot, nga çështjet që kanë marrë që nga shekulli i kaluar, se shekulli 19 dhe vazhdojnë deri më sot, dhe në thelb ajo që ndodh me Amerikën është se po e sfidon veten dhe nuk ka arritur dot të gjejë një ekuilibër të mirëfillt midis asaj çka është Amerika jashtë dhe asaj çka është Amerika për brenda. Prandaj kjo ka qenë në një farë mënyrë dhe sfida ime për të sjellë sfidat e mëdha në një libër të mirëfillt. Amerika jashtë në këtë konflikt më duket shumë interesante sepse duket një për herë të parë, ndoshta për ata që studiojnë politikën amerikane, do shikojmë një çorganizim strategjik të ta quaja, unë do të thash fjalë tepërt, por në kuptimin e një mungese të një harte strategjike, të objektivave strategjik për të arritur në një konflikt i cili është një konflikt me një kundërshtar thelbësor shumë vjeçar, tradicional amerikan. Nuk e besonin ringritjen e Rusisë apo u gjendën të paprgatitur? Kam përshtypjen se nuk është asnjëra nga këto. Sepse sigurisht që amerikanët punojnë me shumë skenar. Politika jashtme amerikane gjithmonë ka punuar me skenar në politikën e saj të jashtme, si në raport me Euroazin, duke filluar që nga librat e parë ose tekstet e para të gjeopolitikës që kanë ardhur pikërisht për konceptin e Eurazis nga Amerika, nga studiues amerikanë dhe anglezë, duke vazhduar deri te studiues të sotëm të Brzezinski, Henry Kissinger e tjerë me atë cilë të operojnë me konceptin e Eurazis. Që nuk besoj se është e rastësishme. Por ama ka ndodhur për herë të parë që nuk prisnin ose nuk e kanë talë llogarit në raport me Rusinë. Nuk prisnin e para që Rusia të reagonte aq shpejt dhe në atë mënyrë dhe me atë lloj shpërfilli ndaj sistemin ndërkombëtar dhe të drejtës ndërkombëtare dhe një lloj grupi rregullash parimesh morale mbi cilat shtetet perëndimore i quanin fete komplis, siç përdori dhe kolegu im termin, pra të sigurta rregullat që do operojnë të gjithë dhe të cilat nuk vijnë në kundërshtim. Përkundrazi, në një shoqëri anarkike, në një shoqëri ndërkombëtare anarkike, ku vërtet jemi në fazën ku shtetet po i respektojnë disa rregulla, kur vjen çështja e interesave të tyre kombëtare të drejtë për drejta, ato nuk i respektojnë më. Se dhe këtë tregoi Rusia, nuk tregoi asgjë më tepër sa rikthim në një teori, në një konceptim realist politikës jashtme. Amerikanët nuk e prisin këtë sepse kanë besuar më shumë, të këtu është në një farë mënyrë problematika që është ngritur brenda vetë administratës amerikane, brenda vetë administratës Obama, për politikën e jashtme dhe reagimet që kanë nga republikanët dhe nga konservatorët më në përgjithësi në raport të politikën e jashtme prapë. Ata nuk e prisin fare që Rusia do operonte me rregullat të shekullit të 19 dhe të fillimit të shekullit 20. Mendoni se tashmë bota ishte aq e ndërvarur, saqë rusët nuk do kishin interes të vazhdonin më tej. Nuk do guxonin sepse do kishin kosto shumë të larta nga veprimet. Në fakt, sikurse e kanë përmendur edhe herë tjera në këtë panel, kemi qenë që kostot e Rusisë, nëse Rusia do gjykojë se kostot e ndryshimit të një status quo-je në rajonin që është afër saj janë më të ulta se sa përfitime, pra kur ka përfitime më të larta se sa kostot, sigurisht do ta ndërmarrë një veprim të tillë. Dhe është një arsyetim i thjesht racional që rusët po bëjnë. Nuk humbasin gjë. Sa më shpejt që amerikanët nuk kanë se çfarë të humbasin. Politika amerikane e para nuk besonte se do ishte kështu, nuk besonte se rusët do operonin në këtë formë kaq tradicionale. Pra menduan se marrëdhëniet ndërkombëtare do ishin diçka shumë herë më e komplikuar, ndërlikuar, në nivel më i lartë, me një ndërvarësi të fortë të tjera me radhë, dhe këtë treguan madje edhe me ato sanksionet e para që i vendosin, ishin sanksione me natyrë ekonomike dhe simbolike, saqë disa prej eksponentëve të lartë të elitës politike dhe ekonomike ruse filluan dhe të ironizonin mbi to.
Dhe kjo është shumë e rëndë për politikën e jashtme amerikane. Elementi dytë që duhet pasur parasysh në këtë tablo, ka të bëjë pozicionin evropian. Europianët treguan se jo vetëm që nuk kanë asnjë lloj interesi të luajnë me lojën në gjeopolitikën në rajonin e tyre, por dhe nuk munden ta bëjnë këtë edhe sikur të duan. I vetmi shtet që urpoj ta bënte ishte Gjermania dhe u tërhoq, dhe tani duket sikur Gjermania i ka lënë prapë Shtetet e Bashkuara të Amerikës se të marrin flamurin, sepse të paktën ky është perceptimi që është krijuar deri tani. Elementi i tretë që unë shikoj te kjo krizë ka të bëjë me Ukrainën. Ukraina është një shtet shumë i madh me komponent potencial fuqie që mund ta shndroni shumë shpejt në një shtet shumë të fuqishëm, por me probleme të jashtëzakonshme ekonomike dhe me probleme shumë të mëdha strukturore, jo vetëm ekonomike, por edhe politike. Sepse nuk janë bërë reformat e mëdha, jo vetëm politike tani, por edhe reformat e thella drejt ekonomisë së tregut për cilat ka nevojë dhe ka kaluar tashmë 2014-25 para 2 dekada e gjysmë, pothuajse. Kështu që Ukraina është një përmbetje, por mos harrojmë që Ukraina ka qenë një nga shtetet më të forta të ish-bashkimit sovjetik. Kështu që në këtë puzzle unë mendoj se ata që duket se po hecin me hapa të sigurt strategjik janë rusët. Ata që duket se po ndjekin strategjinë e rusëve, të paktën deri në këtë moment janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata që duket se po organizohen në sfond, duket se janë shtetet e NATO-s. Në fakt nuk do përdorja se duhet futur në analizë shumë fort NATO në këtë moment që ka ardhur kriza, sepse NATO është duke u riorganizuar, NATO është duke kuptuar që tashmë nuk mund të operojmë më vetëm me kërcënimet e reja të terrorizmit, luftës kibernetike e tjera me radhë, sikurse ishte strategjia e re e sigurisë së NATO-s, e cila doli në vitin 2012 dhe u miratua. Po edhe këto konfliktet që mendoni që kishin lënë pas në kohë, janë akoma prezente. Dhe është një artikull shumë i bukur i Friedmanit tek një strategic forecast në një kompani që bën dhe parashikime gjeopolitike, një kompani private amerikane që punonte për qeverinë amerikane, i cili thoshte: dakord jemi që ka ndryshuar luftrat e reja, por mos harroni që gjithmonë në thelb të konfliktit qëndron logjika e vjetër e konkurrencës. Pra asnjëherë sado që të përparoj koncepti i luftës dhe të evoluojë lufta, prapa ajo do rikthehet atyre traditave të vjetra për sa kohë që do ekzistojnë shtetet. Kur mos ekzistojnë shtetet, diskutojmë për mënyrat e reja të luftës, të cilat mund të jenë kalimtare, por nuk do jenë kurrësi ato që do të zëvendësojnë përfundimisht luftën tradicionale midis shteteve. S'po themi që do ketë luftë midis Ukrainës dhe Rusisë, por po themi që mund të ketë tensione, i përmendim me shumë të drejtë dhe kolegu im, mund të ketë tensione të cilat do vazhdojnë të gryjin pak ata atmosferën e arkitekturës së sigurisë së këtij rajoni. Gjithsesi do ta marrim shumë fort parasysh, sepse kemi interesa tashmë dhe strategjike për shkak të gazit që ne marrim me tapin, dhe do i kemi shumë shpejt. Ku do të arrijë Rusia? Në cili është synimi i saj? Kjo është pyetja për zotin Bashkurti më pas për gjithë panelin, pas publicitetit. Kriza e Ukrainës nuk ka ndodhur. Shumë e shkurtër publiciteti, mos ta ndërpresim logjikën mes. Konflikti nisi para pak kohësh, e gjithë menduam që do të mbaronte me aneksimin e Krimes. Madje kishte nga ata që nuk mendonin që Rusia do të arrinte deri aty. Ajo ndodhi. Po tani ku do të arrijë Rusia? Çfarë synimi ka? Para një është perceptimi shumë i cekët mendohet se kriza ka nis tani Ukrainë. Ukraina ka pothuajse një dekadë që fillon e dobësohet gjithnjë më shumë. Është dobësuar politikisht si sistem politik në tërësi, duke marrë pamjen e një shteti nga një pluralizëm politik ku konkurrojnë alternativat në një pluralizëm ndëretnik, ku ndarja vertikale midis pro dhe kontra rusëve ka ardhur duke u thelluar gjatë këtyre 10 viteve. Së dyti ka vuajtur nga një qeverisje shumë e dobët, e paaftë për të menaxhuar resurset, e konfuze në orientimin e vet ekonomiko-tregtar dhe shumë e korruptuar. Unë kam punuar një periudhë 2006 atje dhe ka taku të shikojnë mjaft zona periferike të Ukrainës, një varfëri e pa imagjinueshme në një vend që është potencialisht një ekonomi e konsiderueshme mesatare botërore. Atje është dobësuar shumë marrëdhënia midis popujve. Ukraina ka një histori mikse nga pikpamja përbërjes etnokulturore. Erdhi duke dobësuar shumë sistemi institucioneve. Aty kemi parë që nga revolucioni portokalli deri në
deformime të jashtëzakonshme të sistemit elektoral, të votës së lirë, të institucioneve demokratike. Ky degradim gradual i tërë Ukrainës brenda 10 viteve ka qenë avantazhi prioritar i Rusisë, e cila ka qenë shumë pranë, ka ndjekur nga afër krizën, ka investuar në thëdhimin e kësaj krize, ka investuar në korruptimin e elitave politike, në thëdhimin e ndarjes ndëretnike të brendshme, ka investuar regionin lindor të saj, që ka pas prioritetin kryesor, ka kapur qeverit, i ka detyruar Ukrainën të shkojë drejt orientimit gjeoekonomik që është themeltar drejt Rusisë dhe gradualisht gati Ukraina u dorëzua përballë Rusisë. Ndërkohë në këtë 10 vjeçar, për mirimin e një lloj egoizmi, mund të thuhet, të Bashkimit Evropian, vetëm ka patur retorik ndaj Ukrainës, nuk ka patur mbështetjen e duhur politike, nuk ka patur në asnjë rast vëmendjen në të veçantë ekonomike për ta mbështetur këtë shtet strategjik midis Europës dhe Rusisë, dhe këtë fuqi shumë të rëndësishme për stabilitetin në rajonin tonë. Ky vakum i Bashkimit Evropian, një mbiangazhim i panevojshëm i BE-s, thjesht me problemet dhe reformat e veta të brendshme, unë do ta quaja një politike jashtme diplomatike zbete, egoiste e Bashkimit Evropian, ka qenë një investim shumë negativ. I ka dhënë kohën e duhur të mjaftueshme politikës së Kremlinit që gradualisht të përgatisë të kolaps që pam vetëm para pak muajsh. Kemi 3 dinamika politike që disa kanë marrë përgjigjen, disa janë në proces të marrë si përgjigje, disa ngelen të hapura. Kemi një akt rus, një veprim rus, të hapët në shkelje flagrante të parimeve të përgjithshme universale të kartës San Franciscos, por të cënim serioz i kapitullit drejtave dhe detyrave të shteteve, ku ruhet pavarësia, sovraniteti, territorialiteti, integriteti i shteteve, janë shkelur parimet e Helsinkit, sidomos është porta për çështjet e politikës e sigurisë, ku janë pajtuar euroatlantikët me procesin e ndryshimit të kufijve, por vetëm si marrëveshje midis palëve, me mjete paqësore dhe me kompromis ndërkombëtar. Jo në mënyrë të dhunshme, jo në mënyrë violente. Kemi një fazë të dytë, pastaj kemi reaction, reagimi i perëndimit. Reagimi i perëndimit është me 2 faza. Faza parë ka qenë reagimi diplomatik i Washingtonit, i cili edhe për hir të përvojës që ka në konfrontim bipolar edhe të politikës shumë unitare, më të shpejt vendimmarrëse në aspekte ndërkombëtare, reagoi më shpejt ndaj krizës së Ukrainës, dhe reagimi politiko-diplomatik i Unionit Evropian, i cili është mjaft i diversifikuar në çastin ndaj Rusisë në tërësi, por edhe krizës së Ukrainës në mënyrë të veçantë. Pra, kemi act and react. Akti ishte drejt për drejt Rusisë, reagimi ishte më i ngadalshëm i perëndimit dhe i dyzuar, me një dinamik shumë të qartë nga Amerika dhe me një konfuzion shumë madh dhe mosveprim nga politika jashtme e diplomacia e Bashkimit Evropian. Ajo që ngelet tashti që ende jemi përballë skenarëve, siç e thanë edhe kolegët e mi të nderuar, është impakti. Çfarë impakti do të sjellë kjo situatë? Kemi act, kemi react, kemi impact marrëdhëniet ndërkombëtare. Impakti është shumë i paqartë, sepse ajo që është më themelore është fakti që nëse nuk sigurohet një unitet i mirë i perëndimit, sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, kjo krizë nuk do të marrë përgjigjen e duhur dhe impakti i saj do të ngelet shumë i gjatë, shumë afatgjatë në raportet midis SBA-s, Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Kriza mund të lëjë pasoja të thella në radhë parë mbi Ukrainën. E do të jetë shumë e vështirë për t'i bërë presion Ukrainës, ndërkohë që të gjitha presionet e deri tanishme, Rusisë nuk kanë funksionuar? Deri tani janë përdorur 3 mekanizma, të cilët janë ende të pa definuar qartë. Ka një presion politik të dukshëm që bëhet mbi Rusinë. Kremlini është një shtet që e mban mirë presionin politik, po. Së dyti është një presion diplomatik dhe një lëvizje dinamik diplomatike që u mendua se në Gjenevë do të jap një frymarrje, por në fakt pas Gjenevës nuk ka pas asnjë reagim nga pala ruse, përkundër, se ka pas përkeqësim të qëndrimit të saj dhe ka pas përkeqësim akoma më shumë të gjendjes së brendshme në Ukrainë dhe janë tentativat për sanksione. Në tentativat për sanksione, që është reagimi i tretë ndërkombëtar, ka një diferencë madhe në çastin amerikan me atë të Europës. Se janë vështira tentativat për sanksione? Për shkak të presionit që Rusia bëri për gazin, apo nuk ka dakordsi? Nuk është çështja vetëm atje. Çfarë sanksionesh mund ta bindni Rusinë? Sanksionet janë provuar edhe me vende të vogla në shumë raste që nuk janë aq efektive, sepse regjimet shpeshherë shndrojnë sanksionet në element kontraproduktiv brenda vetes vet.
krijoj reakcion ndaj atyre që imponojnë sanksionet brendshme dhe mobilizime të tilla ne kemi patur deri në vendet tona, siç kemi pas Serbinë për shembull. Rastin e sanksione Miloševići arriti të mobilizojë tërë faktorët e resurset nacionaliste, fanatike, segregative, tradicionaliste, në frymën e një anti-West, një frymë antiprendimore. Aq më shumë që Rusia është një fuqi kaq e madhe sa realisht do të mendojmë seriozisht kur është fjala se çfarë impakti sjellin sanksionet në një fuqi tjetër. Edhe çfarë sanksione duhet të ishin ato që ta bënin Rusin të dhe antarë e Këshillit të Sigurisë OKB-s, Megjithatë, sistemi i mënyrës se si po aplikohen sanksionet këtë rast është duket interesant edhe nga pikpamja teorike për ta parë se si po aplikohen sanksione mbi individ që kanë ndikim të madh. Ne e dimë që Rusia është një oligarki, në fakt shumë e lartë, dhe që quhet inner circle, rreth i afërt i Putinit, gradualisht sanksionet kanë filluar nga lart poshtë. Do thënë, ka sanksione tek nën kryeministri, ka sanksione për zëvendës presidentin e Dumës, ka sanksione për drejtuesin e kompanisë më të madhe të naftës, ka sanksione për zëvendës shtabit të ushtrisë tyre, ka sanksione për të ngarkuarin special rus në Ukrainë dhe disa shërbime respektive inteligjente për që punojnë prapa kompanive dhe biznesit. Kjo do të thotë që prendimi po synon ta lokalizojë përgjithësinë, ta ngushtojë përgjithësinë me qëllim që të mos i krijojë shansin politik Putinit si i mjeshtri madh taktik i KGB-s që nga vitet 80 në Gjermani, që t'i përdor sanksionet për të mobilizuar faktorin nacionalist rus. Përkundrazi, adresimi i sanksioneve në mënyrë me përcaktuar me target të njerëzve të ngushtë të lidhen drejt për drejt me interesat e Putinit dhe putinistëve, kjo bën populli rus dhe faktorët politikë rus që t'jenë pak më të ftohtë ndaj reagimit dhe të ndjehen më të distancuar. Ky element është i rëndësishëm se ky nuk do ta bëjë Putinin dot që të mobilizojë faktorin etnorus që është nga pikpamja nacionaliste shumë i ndjeshëm në këtë aspekt. Rusia vepron me skenar, tha Hide pak më parë. Çfarë skenarësh mund të jenë ato? Në fakt, përveç interesit që mund të kishte për Krimen, apo nuk e di për një pjesë tjetër, mbase për gjithë Ukrainën, deri ku mund të shkojë limiti i saj? Për të kuptuar këtë, duhet të shkojmë përsëri pak mbas në kohë, në fillim të viteve 90, kur kemi pikërisht fillimin e atyre ndryshimeve të mëdha, të cilët në një farë mënyrë reflektuan edhe me degradimin ekonomik dhe përjedhoi edhe degradimin e pozicionit politik të Rusisë, nga një superpower, nga një superfuqi, më falni, e përmasave botërore, pra ishte një skem bipolare, cila në një farë mënyre rregullonte marrëdhëniet ndërshtetrore përgjatë luftës së ftohtë. Rusia e pa vetëm në një farë mënyre të tërhequr, të tkurur jo vetëm në rajonin e saj, po për më tepër duke mos pasur as fuqi ekzekutivi mbi pjesë të tëra të shoqërisë. Madje humbi vetë kontrollin efektiv mbi territorin. Mos ta harrojmë që Rusia është një vend me përmasa të jashtëzakonshme dhe sot ku ballafaqohet me krizat demografike, ku po mbet situash kontroll efektiv me një pjesë të territorit, janë vetëm 7 milion rus në Siberi që ballafaqohen me 35 milion kinez në atë rajon dhe që mund të jetë burim konfliktin e të ardhmen. Rusia arriti nëpërmjet fuqizimit apo rritjes çmimeve të gazit të natës, po jo vetëm nëpërmjet burimeve energjetike, por edhe nëpërmjet kontrollit efektiv që ajo siguroi gradualisht, shkallë pas shkallë, mbi të gjithë këto ish republikat e tjera, të cilat për fat për hir të së vërtetës nuk ndruan asnjëherë, pra nuk pësuan asnjëherë atë tranzicionin e fashën drejt një sistemi demokracisë, drejt një sistemi të ekonomisë tregut dhe sistemi politik demokracisë liberale. Bielorusia as nuk tentoi ta bënte një gjë të tillë, të gjitha vendet e Azisë Qendrore, të tilla si Uzbekistani, Taxhikistani, Kirgjistani, Turkmenistani dhe Kazakistani, nuk ndruan, ishin ish sekretarët e parë të partisë, të cilët mbajtën pushtetin dhe mandje mbajtën sot e kësaj dite. Në rastin e Ukrainës, në rastin e Gjeorgjisë ka pasur tentativa, për shumë rastin e Ukrainës me presidentin Kuchman fillimisht, apo në rastin e Gjeorgjisë ka qenë Eduard Shevardnadze, i cili ishte një reformator i ish regjimit, ishte ministri i jashtëm i Bashkimit Sovjetik, një nga aleatët e Gorbaçovit në fillimin e tij. Në momentin që Putini vjen pushtet, para se Putini të vinte, ka pasur një karakteristikë tjetër, kanë qenë dy grupet më influencial pranë Jelcinit, pranë presidentit Jelcin. Një grup ishte grupi ushtarakëve, Garda, general të cilët inkurajuan dhe luftën Çeçeni, një pjesë e tyre, dhe grupi tjetër ishte grupi oligarkëve,
grupi i cili kryesuar nga Brezovski, që ishte, si thua, edhe oligarku më i pasur, por kishte edhe kontrollin mbi mediat. Ishte edhe njësor oligarkësh të tjerë, përfshirë bosin e Jukos. Me një pasarje së Putinit, dhe kjo është shumë interesante për sa i përket, Putini është propozuar Jelcinit, apo shquar të ai nga Brezovski. Dhe madje është edhe një situatë anekdotike në momenti që u prezantua, sepse pasi pati karrierë të shkurtër si në kryetari i bashkisë të St. Petersburgut, Putini pati një 2 vjet që ishte në fakt i papunë, dhe mandeu caktua të ishte drejtori i një kompanie të madhe shtetërore, dhe prej aty u propozuar për kryeministër pasi valë kryeministrat të cilës u zvendësuan njëri tjetrin. Dhe të gjithë kur është propozuar, do me thënë si kryeministër, të gjithë prisin Primakovin, prisin Stepashinin, prisin ndonjë emër tjetër, do me thënë nuk e njifte askush, edhe menduan se do ishte një i radhës. Ka qenë një situatë ku vetë presidenti Jelcin e ka pyetur, do me pse duhet zgjedh ty, dhe përgjigje e tij, nuk e dim se sa e vërtetë është, por pak në kështu është dëshmuar nga disa autorë që e kanë cituar si rast, thuhet që ka qenë unë nuk kam unë do jem besnik ndaj jush zotëri, sepse unë nuk kam as formacion politik, nuk kam as një grup interesash të cilin të përfaqësoj. Dhe kjo ishte një garanci unike që kërkonte Jelcin ato momente për t'i mbrojtur në një farë mënyrë paprekshmërinë e familjes dhe për t'i mbrojtur interesat ekonomike. Jelcin ishte i sëmurë dhe prej një viti e ca nuk dilte as në shfaqje televizive dhe pushteti menaxhoi nga vajzat e tij në atë kohë bashkë me Brezovskin, i cili ishte cari në hije i pall. Ajo që është interesante dhe që tregon shumë dhe për karakteristikat e Putinit vetë është me njëherë pas erdhi në pushtet, i pari që Putini përndoi që ishte pikërisht Brezovski, i cili u detyrua të largoj për në Angli dhe më vonë vdiq, u vetë vra apo paktën kështu është versioni zyrtar, i zhytur në borxhe. Ndërkohë që bosi Jukos, njeriu më i pasur në Rusi, u ndëshkua, pra u fut në burg dhe u dhanë disa dënime rresht, ndërkohë që gjithë kompania e tij u mor nga Rosnefti. Rosnefti sot kompania e natës dhe i pari në listën me 7 persona që është Departamenti i Shtetit kishte vendosur ishte pikërisht ky Igor Sechin, i cili mendohet të jetë njeriu i dytë më i fuqishëm sot në Moskë pas Putinit. Është një njeri i cili përket grupit të ashtu quajtur Siloviki. Këta ishin sigurimsat apo ish antarët e KGB-s, sot quhen FSB, të cilët kanë qenë bashkëpunëtor të hershëm të Putinit dhe ishte pikërisht ky grup i cili menaxhoi dhe krizën në Çeçeni. Po ashtu ka menaxhuar dhe kriza separatiste të Dagestanit, krizat tjera të ngjashme të cilat kanë shërbyer si konflikte të ngrira dhe ku natyrisht duke kontrolluar edhe në burimet energjetike në mënyrë të drejtë për drejtë, për shembull rasti Rosneft apo rasti Gazpromit me Aleksej Miller. Është shumë interesante pse u vendos sanksione vetëm ndaj Sechinit, po jo ndaj Millerit, që është CEO apo bosi i Gazpromit. Dhe nëpërmjet këtyre mekanizmave, nëpërmjet këtyre bozëve, Putini arrin të kontrollojë pushtetin ekonomik. Në një farë mënyrë oligarkët të cilët punonin në mënyrë të pavarur dhe Jelcin dhe gjithë elita politike e Rusisë ishte detyruar të kërkonte aleancë me ta, u vunë në një farë mënyrë në rresht dhe u detyruan që ose të bashkëpunonin, përfshirë oligarkët si Abraimovic e të tjerë të cilët i kanë qendrat e tyre jo në Moskë, po në Londër apo diku tjetër në Evropë. Dhe këtu vinte dhe dimensioni tjetër, pse hezitojnë, të pyetja juaj që fillimin, pse hezitojnë shtetet europiane? Sepse shtetet të ndryshme europiane kanë interesa ndryshme ekonomike, po dhe gjeopolitike. Për shembull, gjithë oligarkët i kanë të shtrira interesat. Absolutisht, për shembull, Britania e Madhe preket drejt për së drejti nga investimet e këtyre oligarkëve në atë që njihet si qendra financiare më e madhe europiane, që është City i Londrës. Në ana tjetër Gjermania ka interesa drejt për drejta për sa i përket Gazpromit. Mos ta harrojmë që shefi i bordit, drejtori i bordit Gazpromit të rrymës veriut është pikërisht Gerhard Schröder, ish kancelari gjerman. Dhe ka pas shumë hezitime. Unë lexova një intervistë Helmut Schmidt, që ka qenë president i Federatës Gjermane, i cili ishte shumë hezitant ndaj sanksioneve për Rusinë. Në fakt i kundërshtonte ashpër ato. Dhe thoshte që duhet të ishin të kujdesshëm në këtë pikë. Ndërkohë që Franca, me gjithë mungesën e hezitancës në anën e saj në rasti konkret, duhet të thënë që kishte një ndërmjet shumë pakteve tjera, kishte një pakt të tanishëm për shitjen e 2 luftanijeve dhe një sër aeroplanësh luftarak, të cilat janë kontrata jo pak të neglizhueshme. Por në ana tjetër SBA ka absolutisht
interesa, për shembull, kjo kompania ndaj të cilës shefit të cilës ju vun sanksione, pra Igor Secin, Rosnefti ka bashkëpunëtori vetë më i ngushtë në ekonomik, tregtar, bashkëpunëtor tregtar është ExxonMobil, që është kompania amerikane. Dhe kjo nuk dihet se sa do preki dhe se sa do cënohu, më bie shumë dakord me atë që tha profesori, që shpesh këte në bumerang, sepse për shkak të ndërvarësisë së sistemit ekonomik botror, do me thonë, shpesh këto e rrisin koston më tepër në vendet e origjinës, por megjithatë, Shtetet e Bashkuara duken absolutisht shumë të vendosura, pavarësisht çdo lloj kosto ekonomike, duken që sanksionet kanë qenë një rrugë të cilën ata kanë marrë me shumë vendosmëri, duke kërkuar në çdo hap dhe bashkëpunimin e partnerëve evropian. Po që deri tani nuk është se ka dhënë efekt. Po, presidenti Obama në mënyrë shumë interesante tha që ne presim nga partnerët tanë europian që në mos t'i reciprokojnë këto sanksione, ti të fortat, të paktën të na mbështesin, do me thënë parimisht, moralisht dhe sipas rastit dhe sanksionet përkatëse. Se shohin çfarë kanë mundësi të bëjnë. Sepse sanksionet nuk mund të jenë en blok dhe nuk mund të jenë të njëjtit lloj. Pra vetëm sa mund të jenë për sa i përket bllokimit të lëvizjes së lirë të elitës politike të Kremlin, disa mund të jenë për sa i përket bllokimit të aseteve financiare, sepse varet dhe ku i kanë asetet financiare. Jo domosdoshmërisht i kanë në Gjermani, jo domosdoshmërisht i kanë në Francë. Disa mund të jenë sanksione tregtare, disa mund të jenë pastaj dhe sanksione ushtarake, po ky është hapi i fundit që po diskutohet edhe në negociat. Sa larg sanksioneve ushtarake jemi? Mendoj se sanksionet ushtarake do rrisnin koston dhe do shtonin probabilitetin e një konflikti. Do shtonin, nuk them që do kemi një konflikt. Kështu që kam përshtypjen se do ishte një nga masat e fundit që duhej ndërmarrë. Sa hapësira kanë ngelur për diplomacinë tani? Cilat janë hapat e radhës për të mos arritur deri te sanksionet ushtarake? Atëherë, pak a shumë aq po kërkoni janë të skenarët e mundshëm që mund të ndiqen, për t'ju rikthyer edhe pyetjes që juve bët në fillim. Deri ku mund shkojë? Skenari i parë mendoj që unë e kam përmendur edhe herë tjetër dhe vazhdoj të qëndroj mendimin sepse rezultoi sakt. Mendoj se Rusia teston dhe pastaj vepron. Rusia e testoi opinionin publik ndërkombëtar, testoi diplomacinë perëndimore duke ndikuar në aneksimin e Krimes, duke ndikuar në pavarësinë e Krimes dhe në aneksimin e saj. Ja doli dhe u kthye mbrapsht. Priti pak kohë dhe nuk ndërhyri. Rusia kishte gjithë mundësitë, të gjithë luksin, të gjitha mjetet për të ndikuar dhe për të bërë krizën që është sot në Ukrainë, pra për të ndikuar dhe në zonat e tjera rusish folse. Nuk e bëri këtë. Se nuk e bëri menjëherë. Sepse Rusia do të testonte se si do reagoni, dhe ato do kishte reagime deri në atë fazë që ju po pyesni në fakt, ato do kishte edhe sanksione ushtarake, apo do kishte NATO ndërhyrje më të ashpra, apo përpjekje më të koordinuara ushtarake e tjera me radhë. Dhe meqenëse nuk pati, unë mendoj se kjo është faza e dytë e planit rus, që të krijohet destabilitet në zonat përreth Ukrainës, se në kufi me Rusin, të zonat rusish folse, për një arsye shumë të thjeshtë, për të kontrolluar Ukrainën jo vetëm sot, por dhe nesër. Rëndësia, objektivi strategjik i Rusisë me sa unë shoh, është kontrolli i Ukrainës. Mënyra se si kjo arrihet është nëpërmjet kësaj. E para, e dyta, Krimea, kemi thënë dhe herë tjera, ka probleme ekonomike. Krimea nuk është shumë e lidhur ekonomikisht me doj periudhë transicioni për të kaluar në anën e Rusisë. Ka qenë shumë e lidhur me Ukrainën në fijet ekonomike të jetës saj ekonomike, politike, sociale e tjera me radhë. Kështu do pa kohë të shkëputet. Elementi tjetër është që Ukraina i ka borxhe shumë të mëdha e Rusisë. Dhe ajo që i kanë dhënë, nuk e kemi përmendur ende këtë dimension, i kanë dhënë opsionin edhe amerikanë për dhe europianë që të rekuperojnë një pjesë të borxhit, por jo plotësisht. Vetëm Rusia ka dalë garante. Rusia nga ana tjetër kërkon parat dhe e kërcënon me pjesën e gazit natyror, të rritshmërinë e gazit. Do të thotë tani, por shtator. Pra, strategjia ruse është në disa linja paralele dhe me disa faza. Merr pak nga pak, pa të drejtë kthimi më. Po, ato që ka merr një hap që edhe nuk ka më kthim pas. Të paktën këtë ka bërë deri tani. Elementi tjetër që duhet hedhur në tavolinë dhe duhet parë me shumë vëmendje, është kapaciteti ushtarak i NATO-s në mbrojtje të Ukrainës. NATO ka filluar të artikuloj shumë avash, me shumë ndroje, por ama e ka thënë që do përpiqet të organizojë qoftë dhe me stërvitje ushtarake të përbashkëta, sepse nuk është vetëm Ukraina, po janë dhe Polonia, Çekia, shtetet tjera të linjës që ndjehen të kërcënuara nga ky rrezik, sepse mendoj se mund të vi radha, asnjëherë shtetet nuk janë absolutisht të sigurta, paçka se mund të jetë një aleancë ose sikurse mund të jetë NATO, dhe ka filluar të artikulojë nevojën e stërvitjeve të përbashkëta. Dhe kjo është ndoshta hapi i parë që NATO po bën
për të treguar kundër përgjigjen. Një kundër përgjigje, por mendoj prap, shpresoj të jem gabim në faktu, mendoj se kjo nuk mjafton. Është vetëm në nivelin e presionit. Duhet shumë të tepër që Rusia të kuptoj se deri ku mund të shkoj. Dhe duhet të kuptoj Rusia deri ku mund të shkoj dhe për një arsye thjesht. Kemi të bëjmë me një shtet oligark, kemi të bëjmë me një shtet autarkik, me një pseudodemokraci, me një shtet as pseudodemokraci, po me një shtet jo demokraci, nuk di çfarë emri mund t'i vëmë, mund të gjejmë shumë epitete për të vendosur sistemit qeverisjes ruse, por i cili shkakton tensione shumë të mëdha në arkitekturën e sigurisë europiane që kanë 70 vjet që janë zgjidhur. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk ndërhyjnë dot në Ukrainë, zoti Bashkurt. Domethënë ato janë aq larg dhe në këtë lloj situate kanë denjur larg. Këtë e tha ty se thash unë. Jo, sigurisht që unë e marr përsipër në kuadrin e pyetjes. Jo, në fakt pyetja është tjetër. E mori Rusia dhe Ukrainën, në kuptimin që e kontrollon të gjithën. Beson që do të reagojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës a Bashkimi Evropian dhe në atë moment? Unë mendoj se nuk është tabloja për të shku drejt pyetjes ultimative fare e mori apo e lëshoj. Jo, për kontrollin po them. Krizat as nuk lindin me njëherë, krizat as nuk parandalohen me njëherë, aq më pak nuk menaxhohen me njëherë dhe pos krizat vazhdojnë të jenë shumë të gjata. Kanë konsekuenca të mëdha, sa më të mëdha të jenë shtetet, sa më në pozicione bafe midis strategjike, geopolitike të jenë, sa më shumë impakt e japin në marrëdhëniet ndërkombëtare, aq më shumë zgjasin krizat. Prandaj askush nuk mendon, nuk besoj të ketë kaq iluzionist që të mendojnë se ashtu siç nuk ka lindur kriza për 3 muaj, ashtu dhe zgjidhja saj nuk do të ndodhë për 3 muaj, do të ketë implikime shumë të mëdha. Po ajo që bisedojmë është në terma të afatshkurtër dhe mund të thuhet që problemi aktuali i Putinit dhe i Kremlinit është koha. Problemi i Putinit është koha. Pse është koha? Rusia nuk mund të përballet gjatë me këtë rrath sanksionesh që gradualisht do të fillojnë, do të aplikohen mbi te. A besoni do të vi moment do të reagojnë ndaj sanksioneve? Jo do të reagojnë, po ato do të absojnë, ata kanë reaguar dhe act, now they get impact, tash ato do të marrin impaktin e sanksioneve. Dhe sanksionet mbi Rusi, sanksionet vertikale nga lart poshtë, ato janë shumë efektive, për arsye se është një sistem ekonomik shumë piramidal. Siç e tha Henry, është një monokraci e veçantë, një oligarki ekonomike ushtarako-strategjike në kolonën e cilit qëndron shërbimet inteligjente tradicionale, të modernizuara dhe sofistikuara. Është shumë iluzion të mendosh që Rusia ka ndrru dhe ndron filozofinë në doktrinën e saj, dhe normal që çdo shtet ka doktrinën e vetë, as më shumë shtete të mëdha. Putini ka problem me rezistencën ekonomike, ekonomia ruse është në tërësi e varur nga eksportet, në qovë se do të veprojnë sanksione si që janë parashikuar drejt tek kompanitë tregtare komerciale janë parashikuar, ende nuk është shkuar tek kompanitë industriale. Nëse do shkohet në këto 3 radhë sanksionesh, ekonomia ruse do të trodhitet në mënyrë shumë serioze. Shteti atje është shtet piramidal, shteti piramidal është me broken foundation, është i thyer si shtet në tërësi. Nuk është Rusia ajo që mendojnë njerëzit. Edhe për Bashkimin Sovjetik mendojnë se është një makineri gjigante përbindshme, po në fakt ajo makineri u shëmbetëra pas një push nga jashtë. Kjo do të thotë që sistemet monokratike të mbështetura te kapacitetet militare, kompleksi me shërbimet sekrete dhe oligarkitë financiare nuk janë të forta, nuk janë rezistente në kohë të gjatë ndaj krizave. Nuk mund të marrë një shtet, një ushtri, siç është armata ruse, me një ekonomi të dobët që është tërësisht e varur nga importet. Në qoftë se robinetat e importeve gradualisht do priten, kapaciteti ekonomik i Rusisë do bjerë dhe ushtria ruse nuk mund të rezistojë gjatë në frontin e Ukrainës. Pra është çështje kohe për Rusinë. Është çështje kohe për vetë Ukrainën, e cila po jep alarmin për mbështetjen ndaj shtetit për të shpëtuar Ukrainën nga state default. Dhe Ukraina nuk mund të durojë gjatë, sepse Bashkimi Evropian ka përgjegjësinë themelore që prej më shumë se 4-5 vitesh që ka marrëveshje stabilizim asociimi në tryezë dhe mund t'i ofronte ndihmën e përshtatshme ekonomike financiare Ukrainës, por nuk e bëri këtë duke qenë tmerrsisht i angazhuar në mënyrë shumë egocentrike me eurozonën dhe la jashtë vëmendjes një zonë jashtëzakonisht strategjike që është Ukraina. Në dosjet e Bashkimit Evropian është marrëveshja drafti stabilizim asociimit me Ukrainën para 5-6 vitesh, pa i nuk hyrën në fuqi.
Bashkimi Evropian e kujtua kur Rusia ofroi paketën e vetë financiare. Është a little bit too little and too late për Bashkimin Evropian. Por nuk mund presin as separatistët shumë, edhe koha është edhe për separatistët problem. Për arsye se ato kërkojnë patjetër mbështetje ekonomike, por duan edhe mbështetje ushtarake patjetër, sepse nuk mund të rezistojnë gjatë. Siç e tha profesori, pjesa lindore e Shevarfer dhe juglindore e Ukrainës është tmerësisht dipendente nga GDP-ja përgjithshme e Ukrainës, ato nuk zanë as 10% GDP-s përgjithshme në Ukrainë. Çështje koha është edhe për Bashkimin Evropian shumë probleme madh. Se Bashkimi Evropian vepron tmerësisht ngadalë në vendimarrjet politiko-diplomatike. Sistemi i mekanizmave që ka Unioni Evropian në politikën e jashtme të sigurisë është shumë i dobët, nuk është funksional. Për arsye se politika e jashtme është ekskluziv e shteteve nacionale. Duke qenë ekskluziv e shteteve nacionale varet nga vullneti dhe interesat politike e shteteve nacionale. Prandaj është shqetësim shumë i madh sot për Shtetet e Bashkuara dhe partnerin kryesor Gjermaninë, si ti mbajmë të gjithë partnerët tanë perëndimor të unifikuar për të realizuar një strategji të tyre të përbashkët. Pra koha është në pyetje për të gjithë. E kuptoj. Koha është ajo që do të tregoj se çfarë do. Jo, nuk e kam fjalën atë. Por Putini është i pari interesuar që të provokojë reagimin ndërkombëtar. Ai është i pari interesuar që të reagojë provokim ndërkombëtar. Ai është i pari interesuar që të nxitë konfliktin me separatistët. Konflikti me separatistët është arsyetimi dhe legjitimimi i tij për intervenim ushtarak. Intervenimi ushtarak i shpëton separatistët. Edhe financiarisht, i shpëton edhe ushtarakisht. Prandaj duket politika containment e përmbajtjes e vetë përmbajtjes amerikane dhe perëndimore është ajo pikërisht që ta lodhë Rusinë në këtë krizë. Ukraina është një vend që më besoni e lodhë Rusinë, nuk është një vend i vogël që mund ta marrë. Ta mbash Rusinë në krizë është strategji shumë e madhe. Le të kujtojmë çfarë thoshte Churchilli, put your enemy in the wrong and keep him there. Do të thotë fute pikërisht kundërshtarin në krizë dhe investo ta mbash në krizë. Ta mbash Rusinë në këtë situatë krize, të mbash separatistët në këtë situatë mosveprimi dhe të gjesh mundësinë për mbështetjen e Ukrainës është një taktikë shumë e rëndësishme diplomatike. Edhe një strategji e menduar mirë nëse realisht do të ishte. Realisht Washingtoni, Gjermania dhe pjesa kryesore që mund të themi e shteteve që kanë krijuar Unionin dhe kuptojnë rëndësinë strategjike, po përpiqet mos i japin këtë shans Putinit për ta provokuar kohën. Gjërat që kanë të mirë studiuara, nuk që kanë palët këtej nga krau përballë Rusisë dhe kaq të papregatitura. Jemi në momentin e publicitetit. Edhe në fakt, nëse keni diçka tjetër për të thënë, do të thënë diçka se është lidhet me kohën. E shfrytëzojmë momentin kur të rikthehemi. Lidhet me kohën. Presin sekond. Ka një shprehje shumë bukur kineze që thotë give me time to win land. Më jep kohë që të fitoj tokë. E pikërisht kjo është element shumë i rëndësishëm strategjik në diplomaci. Rusia ka nevojë pikërisht për këtë kohë që të fitojë atë që s'don, por perëndimi nuk po e jep kohën. Publicitet, kthehemi në rajon pas reklamave. Është çështje kohe për të parë çfarë do ndodhi në të ardhmen e afërt në konfliktin midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës apo Bashkimit Evropian, përgjithsisht çfarë do ndodh në rajonin e Ukrainës. Edhe ne kohën përpara kemi, do të mblidhemi prapë për të diskutuar për të parë si kanë lëvizur palët, si ka lëvizur kjo lojë shau, sepse në fund bisedës përfunduam që gjithçka ishte një strategji e mirëfillt, nuk ishin gjërat kaq kaotike sa që shohim ne nga larg. Vetëm një fjali më falni, sepse tani po azhënohesh pak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë lançuar edhe një fushat të dytë apo të tretë sanksionesh, pra kanë vazhduar me sanksionet. Do të thënë ata vazhdojnë me sanksionet dhe kanë rritur ritmin e sanksioneve. Është një skedulim sanksionesh. Fillon e pak dhe shkon gjithnjëherë më thellë. Unë mendoj se sanksionet në kohë të gjatë janë gjithmonë të dështuara. Për shembull, 17 në ato kompanitë, 7 i kishte vetëm një person i vetëm me emrin Timoshenko, po s'ka lidhje me Julia Timoshenko, i cili ishte i lidhur me Putinin drejtës së drejti. Dhe ishin 6 banka që ishin gjithashtu po të lidhura me bile vet Putini kishte investime kapitale në disa. Po mbetet për diskutuar Putin edhe gjithë kompanitë që e mbështesin atë, mbase në një program tjetër, sepse në këtë pjesë të fundit unë dua të flasim pak për Gruevskin. Edhe suksesin e tij, po themi madh në këto zgjedhje, ai fitoi edhe parlamentaret edhe presidencialet. Kush e priste nga ju këtë rezultat zgjedhjesh? Besoj të tre pris. Të dashkurti? Unë kam punuar gjatë Maqedoni edhe përpiqem ta ndjek me vëmendje situatën atje. Ne kemi pjesë të rëndësishme të shtetit Maqedon, shqiptarët janë element konstituiv, shtet formues janë, pa shqiptar s'ka Maqedoni, pa
marrëdhënia relativisht të mirëkuptuara nuk mund të ketë stabilitet ai vend. Neve kemi qenë relativisht si Shqipëri mbështetës të këtij vendi që kur është shpallë i pavarur, kemi bërë nga ndonjëherë kompromise të dhimbshme, edhe në kurriz vetes tonë, jo pak edhe në kurriz të shqiptarëve atje. Megjithatë, pavarësisht këtyre dinamikave, megjithëse Maqedonia kalon një krizë ekonomike serioze, megjithëse Maqedonia pa destabilitet politik shumë në 2 vitet e fundit, megjithëse marrëdhëniet ndëretnike shqiptaro-maqedonit duken vazhdimisht të tensionuara dhe megjithëse gjeopolitikisht është një vend i izoluar në procesin e integrimit nga Greqia, sërish fiton VMRO DPMNE-ja, fiton një parti që është stigmatizuar me filozofinë Back to the Future, pra të shkojmë përpara me kokë prapa, duke ngrit recidiva dishepuj dhe ikona që si përkasin, për të krijuar një lloj identiteti laboratorik, dhe sërish kjo parti fiton, nuk është as pak për të çuditur. Kemi një situatë ku krizat që ne mendojmë se do të adopsojnë në fakt shërbejnë për të forcuar elementin nacionalist dhe radikal brenda vendit. Gruevski gjatë tërë kohës ka investuar në politikë. Ai nuk ka qeverisur asnjëherë si kryeministër i gjithë Maqedonisë. Ai ka qeverisur gjithmonë si kryeministër i Maqedonëve, bile një grupi shumë të vogël interesash maqedone, duke mbështetur të komuniteti serb, të komuniteti i nacionalizëm agresiv të tyre, të kompanitë gjithashtu të interesave ekonomike të mpleksura thellë me të. Nga ana tjetër presioni i madh që u bë nga shqiptarët disa aval e ka homogenizuar faktorin maqedon përkundër faktorit shqiptar etnik. Kriza që Greqia e ka provokuar ka homogenizuar ndaj faktorëve rajonal. Të gjithë këto elementë që janë menduar se të adopsojnë në fakt janë treguar kontraproduktiv. Siç e tham për sanksionet, një farë mënyre, kriza ekonomike ka mobilizuar, kriza ndëretnike ka fuqizuar faktorin maqedon dhe kriza gjeopolitike në tërësi nacionalizmin e ka mbajtur të lidhur. Gruevski është njëri që punon me këshilltar, me institucionet shumë, din të dëgjoj mirë, din të këshillohet mirë, din të analizoj mirë skenaret, e tij nuk është si disa politikanë tanë këtu brenda ose jashtë, të cilët mendojnë se janë zeusi, janë kokazeusi dhe din gjithçka vetë. Unë e njoh shumë mirë mënyrën laboratorike se si punon ai, dhe kur analiza laboratorike atij e rezultatin ai e realizon atë. Problemi është që shqiptarët nuk qenë gjendje që të rakordojnë, të bashkëpunojnë, nuk themi të jenë unitarë, se shoqëri që ka aty pluralizëm, por nuk arritën dot të homogenizoheshin, të kishin më shumë kohezion të brendshëm, spaku të zgjidhin një president që të ishte alternativë, të ishte një lloj check and balance për sistemin kushtetues maqedon. Aktualisht kemi një vertikalitet të plotë, kemi presidentin që ka qenë, kemi VMRO DPMNE që ka marrë tani shumicën edhe për ta krijuar qeverinë vet, kemi një kontroll total edhe të pushtetit vendor, gjithë hierarkia politike institucionale kushtetuese është në kontrollin e një partie dhe një lideri tashmë mund të quhet tradicional. LSDM-ja ka thënë nuk do të njohë këto zgjedhje, megjithatë asnjë gjë nuk është përfundimtare sepse gjithsesi do të pritet një raport i vëzhguesve ndërkombëtar. Si mendon, mund të shkojë në kolaps politik nëse opozita do të vazhdojë me presionin e saj? Nuk besoj se është ky thëmbrakiri të situatës tanishme, pra nuk mendoj se zgjedhjet kishin paregullësi në shkallë kaq të madhe, natyrisht ishin parë shenjat të votimit familjar, ishin parë për shembull ishte një kuti e cila ishte gjendur buzë rrugës, siç ishte raportuar Alsati, kishte paregullësi të vogla për të cilat ne në Shqipëri kemi shumë më të mëdha dhe dramatike për hir të së vërtetës. Por nuk mendoj që është kjo shkaku që mund të kontestojnë zgjedhjet dhe rezultati i tyre final. Mund të lëvizte 1 apo 2 mandate, nuk besoj se ishin mund të ketë një ripërsëritje të vogël, të cilat nuk do ta ndryshtojë skakierën e përgjithshme të zgjedhjeve të rezultatit të saj. Natyrisht është fatkeqësi për që shqiptarët vazhdojnë të jenë të fragmentarizuar, jo vetëm aty, por dhe në Maltëzi ku përpaksa humbën Bashkinë e Ulqimit, po ashtu në Rruginë e Preshevës, profesori sa vjen nga Andej. Absolutisht, dhe në të gjitha vendet është shpreha që 2 shqiptar bin 3 parti. Në rastin konkret çfarë mund të bënin shqiptarët? Shqiptarët mund të kishin mbështetur ose një kandidat simbolikisht shqiptar, konsensual, dhe simbolikisht
me përkraje shumë të gjë, megjithëse ai kandidat nuk kishte për të fituar, po kishte për të treguar shkallën, domethënë nëse ai kandidat do kishte marrë 20% apo 25%, do ishte shumë e respektueshme. Shkallën e përkrajës, ose shqiptarët duhet të kishin mbështetur kandidatin rival, Pendarovskin, nuk e di nëse shqiptoj saktë mirë, që ishte kandidati i LSDM-s, i opozitës, për arsye sepse do krijoni një lloj e para sepse personalisht mendoj do ishte një kandidat më pro-shqiptar në një farë mënyrë, edhe për faktin që... Edhe politika e LSDM-s deri diku... Po do krijonte edhe atë sistemin e balancës dhe kontrollit reciprok të pushteteve. Duke u ndarë në këtë pjesë përsëri, ajo që është akoma më tragjike, mendoj që shqiptarët nuk arritën të merrin dot ato 3 kandidatë të diasporës. Nuk pretendoi Australia, por pretendoi kandidati i Evropës dhe kandidati i Shtetet Bashkuara të Amerikës. U ndoqa dhe përfaqësuesin e BDI-s në fakt në një intervistë të tij një ditë para zgjedhjes, ku ai ishte jashtëzakonisht shumë optimist për marrjen e këtyre dy. Tha kemi mobilizuar, po e pash me shumë tragjizëm në një farë mënyre që dhe në Tirana kishin votuar 600 e ca Maqedon, në ambasadën e Maqedonisë, dhe këto vota kishin shkuar për VMNRO DPMN-n. Dhe ndërkohë që vetëm 2 vota kishin shkuar për BDI-n edhe 2-3 vota për RDK-n. Pra kjo tregon, pra nga Shqipëria. Kjo është shumë fatkeqësisht, domethënë tregon një shkallë të ullët të mobilizimit, domethënë të shqiptarëve, qoftë aty ku ata janë shumë të fortë në diasporë. Është shumë tragjike për shumë diasporë, sepse diasporë shqiptarët janë 5/1 apo më tepër raporti numerik me maqedonësit. Madje një studim i para disa vitesh i Institutit të Menaxhimit të Krizave thoshte, domethënë kishte bërë një studim të strukturës makroekonomike, sociale dhe politike të shqiptarëve, dhe thoshte shqiptarët si rezultat i në një farë mënyrë diskriminimit në Jugosllavi, ku ata në një farë mënyrë ishin lënë në zonat rurale, ishin të përjashtuar nga administrata publike. Kjo u kthye në favorin e tyre. Pse? Për shkak të parë natalitetit lartë, së dyti sepse një pjesë e mirë e familjes emigroi jashtë, dhe në periudhën pas komuniste këta kishin bërë të mundur që të sillnin remitancat, të bënin privatizimet e para, të kapin gjithë sektorin e shërbimeve, ndërkohë që maqedonësit po dinin jashtë sistemit publik. Dhe duke pasur dhe fshatin si bazë, duke pasur edhe qytetin dhe ekonominë në farë mënyrë, duke kontrolluar njësi tregtare, duke kontrolluar dhe remitancat, shqiptarët duke qenë ekonomikisht superior, në qoftë se do kishin arritur të mobilizoheshin dhe politikisht, dhe jo të nguceshin jo për fajt të tyre, natyrisht për shkak të politikave nacional shpesher dhe folklorise romantise të pjesës slave, ku Gruevski në mënyrë emblematike ka simbolizuar duke rikrijuar një identitet në shekullin e 21, duke bërë atë projekt në Shkupi 2020, po dhe për shkak të fragmentarizimit dhe përçarjes shqiptarëve në zeti, të cilët nuk arrin dot të gjejnë gjuhën e përbashkët, ku vjen puna të gjëra që ka përcejnë atë si thua interesat parokiale meskine. Është fakt që ndoshta densiteti më i lartë i banorëve në Evropë sot është në rajonin e Strugës, Tetovës, pra Çajirit, do me thënë, ky është rajoni me densiteti më të lartë në Evropë, me një shkallë më të lartë të analfabetizmit, për shkak përkthitës vërtetës, e cila bën të mundur edhe mosbatimin e pjesshëm të marrëveshjes së Ohrit, dhe kjo bën pastaj të gjitha këto mangësi infrastrukturore, qoftë në fushën e edukimit, arsimimit, qoftë në fushën e densitetit, qoftë për sa i përket natalitetit, qoftë për sa i përket politikave përçarëse politike, bën që mos krijohet një trup kohezive, e cila do arrijë në mënyrë të artikuluar të bëhet faktor dhe aktor kryesor në politikën e brendshme. Kjo fitore VMRO DPMN-s ose Gruevskit në këto zgjedhje, çfarë tregoi për sa i përket faktorit shqiptar, si votues, por edhe si përfaqësi politike? Ka nevojë për një riciklim të partive politike shqiptare, një rikonceptim, daljet faktorëve të rinj apo ribashkim, rikonceptim? E para njerë zgjedhjet treguan se populizmi fitoi. Dhe përpjekja për të formuar një identitet populist nga Gruevsi dhe për të ricikluar veten dhe një pjesë shumë të ngushtë të elitës ekonomike dhe politike maqedonase pati sukses. Elementi i dytë ishte problemi që shoqëroi këto zgjedhje për të ardhur tek shqiptarët. Problemet ishin të shumta, sigurisht. Zgjedhjet në Ballkan nuk janë asnjëherë pa probleme, në vendet kryesore të Ballkanit perëndimor të paktën. Kishte probleme para zgjedhjeve dhe çuditërisht raporti OSBE-s që doli para pak orësh tregonte se e para
është e përdorur aparati shtetëror për interesa partijake. Gjë e cila duket sikur ka ardhur, ose sikur ne e kemi shumë të dëgjuar, e kemi shumë të fort në kujtesën tonë të para pakove, kur aparati shtetëror vendosë shpesh herë në funksion, në funksion të interesave politike të radhës. Elementi i dytë që është problematik, bojkoti nga partia shqiptare në pushtetit zgjedhjeve, përsa e përket presidencialeve. BDI-ja kishte bërthirje. BDI-ja kishte bërthirje që mos vëllën dhe kishte bërë dhe presione votuesve të vetë. Elementi tjetër është që duke bërë këtë gjë, atëherë jo vetëm që dobëson pozitat e shqiptarëve, por përjetëson atë pozitë të dobët që ata kanë pasur dhe e çon dhe e bën pothuajse të pamundur çfarë do lloj bashkëpunimi midis komponentëve shqiptarë në të ardhmen. Edhe në mos do të votonin për kandidatin e LSDM-s, shqiptarët do të votonin kundër kandidatit të VMRO DPMNE-s, kështu që mos dalja atyre në votime nuk ishte një taktikë e zgjuar. Elementi i tretë është bojkoti, mos njohja e zgjedhjeve nga opozita. Është shumë e rëndësishme sepse kjo do të thotë që kriza në Maqedoni tani filloi, kriza e vërtet politike. Në qoftë se do të vazhdoj kjo situatë, sepse zakonisht Maqedonia ka treguar shenjat e një lloj pajtueshmërie me presionin, ose më saktë ka funksionuar, është një nga shtetet ku ka funksionuar më shumë se në shtetet e tjera, që se mund ta bëjmë krahasim të tillë, presioni ndërkombëtar i diplomatëve kryesor të shteteve më të mëdha europiane, por dhe amerikane, por dhe i shtetit amerikan. Elementi tjetër që unë do vija në dukje në këto zgjedhje ka të bëjë me faktorizimin e një pjesë të vogël, por të përhershme aty të radikalëve ose të grupeve radikale brenda forcës qeverisë. Grupeve radikale sa i takon nacionalizmit folklorik, por në fakt nacionalizmit, dhe një urrëtie që duket sikur po përshkallëzohet në të gjitha institucionet maqedonëse dhe po institucionalizohet, dhe kjo është më e keqja për sa i përket stabilitetit të shtetit të ardhshëm, Maqedonas në raport me shqiptarët. Përse e them këtë? E parë se zonat e shqiptare janë marginalizuar dhe kanë ngelur në periferi të zhvillimeve ekonomike. Mjafton të shkoni sot në Maqedoni dhe do shikoni se çfarë ndodh jo vetëm në Shkup, por edhe në shumë zona, edhe shumë qytete të tjera. Pothuajse gjithandaj ku ka shqiptar. Mjafton të shikoni se cilat janë pozitat shoqërore dhe ekonomike shqiptarëve në përgjithësi. Elementi tjetër që ka të bëjë me këtë që po them, dhe që është shumë e vërtet, pozita politike. Shqiptarët nuk po lejohen që të ushtrojnë të drejtat e tyre politike ashtu sikur se i kanë pasur. Ka persone shumë të mëdha nga grupe të caktuara, të cilat po tentojnë që ta përshkallëzojnë dhunën kundër shqiptarëve. Kjo ka qenë sporadike, por nuk kemi garanti se kjo do vazhdojë të jetë sporadike, ndërsa mund të bëhet shumë më organizuar. Dhe në vazhdim pikërisht të këtij nacionalizmit të çuditshëm, unë të quaj të çuditshëm Maqedonës, se nuk besoj se është nacionalizëm për në një formë identiteti, është identitet i sajuar, një identitet nacionalizëm vetë shkatrues që krijon probleme pa fibra. Një identitet pa fibra, është ai lloji ushqimit i cili thjesht e konsumon por nuk cjell asnjë gjë, është thjesht për konsum politik publik. Ky lloj nacionalizmi dhe ky lloj mënyre e ndërtimit të identitetit ka për t'i hapur probleme në fundit Maqedonisë vetë. Se kjo nuk ka për të vazhduar edhe shumë gjatë. Është një rrugë pa kryer. Dhe dëmton stabilitetin e vetë shtetit. Shqiptarët gjithmonë ka treguar, dhe prandaj dhe profesori shumë drejt e filloi me atë shprehje që shqiptarët janë pjesë shtet formuese, nuk ka Maqedoni pa shqiptar dhe në fakt ata nuk kanë tentuar asnjëherë që të largohen prej saj, nuk kanë shprehur asnjëherë publikisht. Pavarësisht disa elemente ekstremistë ndoshta mund të ketë aty brenda, por shqiptarët kanë qenë atje. Dhe shqiptarët kanë mbështetur atë. Por mos harrojmë që shqiptarët i duhen Maqedonisë mbi të gjitha për shkak të konfliktit që Maqedonia ka me Greqinë. Maqedonia e ka të pamundur, dhe shteti Maqedonës e ka të pamundur që të angazhojë të gjitha resurset dhe të gjithë dinamikën e nevojshme për të negociuar diplomatikisht me Greqinë sa i takon emrit të Maqedonisë, në qoftë se shqiptarët do refuzojnë dhe nuk do bëhen pjesë ose nuk do ndihmojnë dhe nuk do japin një dorë në këtë drejtim. A filloi kriza politike tani, zoti Bashkurti? Ilire mbylli bashkë pastaj. Po, Maqedonia është mësuar me jetu në krizë dhe është shumë problem i madh kur shtetet mësohen në gjendje krize. Edhe sa mund të mbijetojë? Ka historia botërore njeh shtete që ekzistojnë në gjendje krize, janë produkt krizash, ekzistojnë në gjendje krize, madje kriza jep energji të brendshme. Po shikosh për shembull Izraeli, Palestina, disa shtete në lindjen e mesme,
këto që janë buffer state, të shtete që janë tampone midis shumë të krijuara pas konflikteve, të krijuara pikërisht për këtë rol, që të qëndrojnë atje ku ka përplasjet mëdha, që krijohen të shtete mësohen të jetojnë në krizë latente permanente. Maqedonia ka qenë krizë, është në krizë, zgjedhjet nuk kanë zgjidhur në një formulë politike të re, kemi një stagnacion politik dhe stagnacionin vetë është produs krize, përsa kur nuk e rritje dhe zhvillim. Maqedonia nuk ka rritje dhe zhvillim ekonomik, ka rritje të papunësisë, ka rritje të borxheve të brendshme. Maqedonia është një vend relativisht izoluar në tregjet ekonomiko-financiare rajonale. Maqedonia problemet me shqiptarët i ka shumë të thella, pavarësisht nga farsa e retorika politike e institucioneve shqiptare atje, e vërteta se atje ka një proces rënës, degradim të vlerave të parime demokratike. Marrëveshja Kuadër e Ohrit është një marrëveshje që po shnohet thjesht si një marrëveshje historike dhe jo që një marrëveshje që duhet të ishte pjesë e reformave permanente. Bashkimi Evropian madje ka futur në paketën e vet. Rruga e Maqedonisë drejt BE-s ka marrëveshjen e Ohrit brenda në kuadrin ligjor. Krahas akij komuniter ata janë detyruar të implementojnë çdo pikë të marrëveshjes së Ohrit, e cila ka element konstituiv brenda, ka element ligjor brenda, ka element institucional. Nuk është thjesht një marrëveshje, Shumica nuk e kanë respektuar. Shumicën e elementeve që burojnë nga kjo marrëveshje nuk janë respektuar, bile ka hapa mrapa në disa aspekte që janë lëshuar terren juridik. Nuk bëjnë dot as bilancin çfarë politika kanë arritur e çfarë jo deri tani. Politika e shqiptarët Se joshe nga pushteti kur vjen pushtet. Shqiptarët atje, leadershipi shqiptar atje është më shumë të amator. Do të thonë nuk ka arrin dot të hyjë në skemat e sofistikës së shkollës bizantine maqedone, e cila është shkollë e vjetër, shumë me tradita akademike, shkencore, politike të sofistikuara. Politikanët tanë kanë ardhur nga luftat, nga malet, nga përvojat empirike, empirizmi dhe sofistika nuk mund të konkurrojnë, dija, kultura, akademizmi dhe shkenca me përvojat diletanteske të politikës janë provu që dështojnë. Trimat e luftës nuk mund tjenë edhe trimat e tavolinës, trimat e malet nuk mund tjenë edhe mjeshtat e diplomacisë çdo kohë. Kjo duket drejt për së drejti, kualiteti leadershipit është me diferencë shumë të madhe. Mund të rejtë vëmendjen edhe pozicioni zyrtari i Tiranës dhe i Prishtinës në qasjen ndaj nga Maqedonisë, nga pozitat e një shteti që don të ruajë gjithnjë vlerësimin si kontributor i paqes e stabilitetit në rajon. Unë mendoj se diplomacitë zyrtare të vendeve tona kanë kaluar në mosveprim, në pasivitet të konsiderueshëm në lidhur me mbështetjen e faktorit shqiptar. Ne kemi një instrument juridik. Sa Tirana zyrtare? Ne kemi një instrument juridik që unë gjithë e theksoj, bashkë me kolegët e kemi theksuar. Politika e jashtme, diplomacia shqiptare nuk përdor instrumentat juridik. Unë nuk arrit do ta kuptoj. A kanë mungesë njohje, a ka mungesë ekspertize, apo ka mungesë vullneti për të përdorur. Kur vullneti politik shndrohet në instrument juridik, ajo është arma më madhe për një diplomaci. Se ti ke përse ta detyrosh kundërshtarin të ulët tavolinë, ai lypet të realizojë, të zbatojë atë që ka firmosur. Në Ballkan firmosën natën marrëveshjet e shkelen ditën dhe pa u tharboja ato në përkëmbën. Ne kemi me Maqedoninë marrëveshje ndërkombëtare, nuk është marrëveshje bilaterale e Shqipërisë. Marrëveshja Kuadër e Ohrit është një marrëveshje ndërkombëtare, ka implikim ndërkombëtar dhe ka detyrim ndërkombëtar. Ka marrë aq shumë energji për të realizuar. Shqipëria nuk mund të kërkojë, Shqipëria nuk ka pse të kërkojë as më pak as më shumë. Të kërkosh respektimin gërm për gërm marrëveshjes së Ohrit do të thotë ti kontribuosh paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe nuk do të thotë të kërkosh zbatimin e saj, nuk do të thotë intervenim punë të brendshme. Do ta kemi shumë të qartë. Ky është kompleksi që mban lart. Marrëveshja Kuadër e Ohrit është marrëveshje për paqe dhe stabilitet brenda në Maqedoni, peace at home, është edhe marrëveshje për paqen në Ballkan, peace in the region. Qeveria, politika e jashtme, diplomacia në Prishtinë dhe Beograd ka një instrument shumë të fuqishëm që edhe të ndërhyjnë fort për respektimin e tij, se i kontribuojnë paqes së brendshme, edhe tregojnë që janë faktorë që përdorin instrumentat juridik ndërkombëtar. Një diplomaci pa instrumenta juridik është një ushtri pa armë. Është shumë e çuditshme, pothuajse e pashpjegueshme pse Tirana zyrtare ri kaq larg. Këtë lutemi Ilir do të ta lë fjalën e fundit, po të mësojmë çfarë ka ndodhur deri tani, sepse kolegu im Nomuja ka edicionin e fundit pas pak, e në shkurt të lutem. Faleminderit Leonida, vetëm pas pak do të kemi mundësi ndihni një gjymtyr njeriu është gjetur në plazhin e Shëngjinit të zonën e Kunës, bëhet fjalë për një këmbë e cila kishte dalë në breg. Ndërsa Ismail Kadare ka thyer edhe heshtjen televizive me një intervistë emisionin Debati në Channel One,
E pas debateve në distancë, Ministri e Mbrojtjes Kodheli ka shtrënguar duart me kreun e shish Visha Jazilika, ndërsa Komisioni i Reformës Territoriale nisi punën pa praninë e opozitës. Ministri Çuçi garantoi se reforma e re nuk prek komunat minoritare. Këto dhe të tjera vetëm pas pak Jonitet Feneroj, linja për ju. Deri te në edicion të mbar, Ilir, më thuaj, si do të ndryshoj kjo situatë? Dy gjëra shumë shkurt në lidhje me marrëveshjen e Ohri pse nuk është implementuar, e para për shkak të pamundësisë apo pafuqisë politike, për shembull Gruevski në një deklaratë të tij fundit ishte që unë dua të marr 62 vende në mënyrë që të siguroj mazhorancë absolute, gjithë cilën besoj ka arritur, mbas rezultatit deri tani, në mënyrë që mos ta lë BDI-n të parashtoj kërkesa absurde të tilla si përdorimi i simboleve i gjuhës shqipe në të gjithë territorin e Maqedonisë apo i simboleve kombëtare në 20% territorit, të cilat sipas marrëveshjes së Ohrit duhet ishin implementuar me një Ahmeti tashmë të tkurur, me një BDI tashmë të tkurur për shkak të rezultatit të fundit të zgjedhjeve që jep një mazhorancë Gruevskit, DPMNE-s, duket se shanset janë që kjo të materializohet. Së dyti kemi të bëjmë me militantizmin e forcave politike shqiptare, të cilat në momentin që bën pjesë e qeverisë e kanë kryesisht qëllimin e tyre për të dhënë punë militantëve të Partisë Përkatëse se sa për të arritur maksimizimin e marrëveshjes, dhe së treti për shkak të edukimit ndonjëherë të cunguar që nuk arrin dot të bën pjesë e kësaj. Kurse së fundi ajo që doja të thoshja pak më parë kishte të bënte me faktin që Gruevski nuk është se thjesht po bën një diversion të ditës që do i prodhoj ndonjë kosto të jashtëzakonshme të ardhmen. Gruevski është një politikan i sprovuar, qëllimi i tij kryesor është të mbajë pushtetin, gjë të cilën e ka realizuar me mjaft sukses, dhe në kushtet që Maqedonia është një vend ku e ka të kontestuar një pjesë saj territorit dhe emri nga Greqia, ku ka të kontestuar heronjt, mitet, gjuhën nga Bullgaria, ku ka të kontestuar kishën nga Serbia, ku ka të kontestuar një pjesë, të paktën kështu e percepton një pjesë territorit nga shqiptarët, edhe natyrisht 30% e popullatës, 35% e popullatës shqiptare, dhe duke përfshirë minoritetet e tjera, kjo gjë bën maqedonësit natyrisht janë shumë të rrezikuar dhe të kërkojnë zgjidhjen të projekte të tilla identitet formuese, të cilën Gruevski me shumë mençuri, me shumë zgjuarsi mendoj, e ka përdorur në funksion të mbajtjes pushtetit, në funksion të krijimit të një kohezioni të brendshëm brenda maqedonesve, si një kampion i slabë atje. Folën për Amerikën, folën për Rusin, folën për marrëdhënien mes tyre, sigurisht për Maqedoninë, Gruevskin, partitë brenda realitetit politik maqedonas, për qëndrimin shqiptar andej edhe këndej kufirit. Mos harroni që sfidat e mëdha, shoqëria dhe sistemi politik amerikan nga 45 në 2008 më mirë se në këtë bisedë, apo me çfarë munduam ne të shpjegonim me qëndrimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë konflikt që po diskutohet sot me Rusin, mund ta mësonin në librin e publikuar së fundmit të Enriides. Unë ju falenderoj të gjithëve, kujtoj edhe që Enri këtë libër lexova te parathënia ja kushton 2 fëmijëve të tij, Erës edhe Jonit, edhe të falenderoj që gjete kohë të vije sot me ne, ndërkohë që era ishte edhe pak pa qef. Sido që tjetë ne jemi njerëz, kështu që unë e falenderoj Enri që ka sakrifikuar. Faleminderit. Profesor Bashkurti, faleminderit Ilir Kalemi, faleminderit që na ndoqët. Nesër do të ritakohemi sërish bashkë. Natë e mirë.